Kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës, Ogerta Manastirliu, zhvilloi një takim me të rinjt që janë bërë pjesë e administratës publike përmes programit kombëtar të praktikave të punës. Në një bashkëbisedim të hapur me ta, Manastirliu e vlerësoi këtë program si një mundësi të vyer për afrimin e brezit të ri me institucionet publike. Më kujtoni dy gjëra. E para të kaluarën time, edhe unë kam filluar si praktikante në Bashkinë e Tiranës shumë vite më përpara. Edhe jam e bindur që edhe ju keni patur si unë atëherë një të sfida edhe droje pak, edhe dëshirën për të bërë punë të mira, por më kujtoni gjithashtu edhe të ardhmen. Është e rëndësishme se ju sillni frymën e re, është një mundësi një jashtëzakonshme për studentët që kanë përfunduar shkollën, pra ata të rinj profesionistë, po dhe ata që janë në vitin e fundit të studimeve. Është një mundësi edhe për administratën, sepse futet gjaku i ri, pra futet energji e re me komplet aftësi edhe të reja, edhe për administratën, sepse ju vini nga shkollat tuaja, po nga ana tjetër edhe shkolla vetë është transformuar. Manastirliu theksoi rolin e Bashkisë së Tiranës si qendra më e madhe e përfshirjes dhe bashkëpunimit mes profesionistëve të rinj. Dyert e Bashkisë së Tiranës janë të hapura për çdo profesionist të ri. Pia më e madhe këtu është Bashkia e Tiranës, që na mbledh të gjithëve, jo vetëm si profesionist, por mbi të gjitha si qytetar, si njerëz që duam të kontribuojmë për një qytet edhe më të mirë, edhe me shërbime më cilësore, një qytet për fëmijët, një qytet për të rinj, për t'i dhënë shanse barabarta njerëz të rinjve. Dhe kjo është e rëndësishme. Dhe ju jeni shembulli më kuptimplot i politikave që ne kemi bërë për përfshirjen e të rinjve, për përfshirjen e profesionistëve në administratën publike. Të rinjt nga ana e tyre ndan përvojat e para në punë, bashkëpunimin me kolegët dhe përgjegjësitë që kanë marrë, duke theksuar se praktika i ka ndihmuar të zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale.